Policia ka privuar nga liria 46 vjeçarin nga Haraqina pasi gjatë aksidentit ku humbi jetën 19 vjeçari ai ishte larguar nga vendi i ngjarjes pa u ofruar ndihmë personave të lënduar. Siç vën me dije MPB gjatë shqyrtimit të situatës në vendin e ngjarjes dhe pas masave të ndërmarra dhe sigurimit të video incizimit, është konstatuar se në shkaktimin e aksidentit, por pa kontakt fizik, ka marrë pjesë edhe automjeti 3 Seat Altea me targa të Shkupit, pas çka shoferi me automjetin është larguar nga vendi i ngjarjes, pa u ofruar ndihmë personave të lënduar. Pas ndërmarrjes së masave plotësuese rreth orës 19:40 në fshatin Haraqin rrethina e Shkupit, është gjetur automjeti dhe shoferi S.O, 46 nga fshati Haraqin. Ai është privuar nga liria, është dërguar në stacionin policor dhe me të është zhvilluar bisedë zyrtare. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të paraqitet kallëzim përkatës. Gjatë aksidentit mes veturës që drejtonte një 47 vjeçar nga Shkupi me motociklistin 19 vjeç, ky i fundit ka ndërruar jetë në vend ngjarje. Ndërkaq lëndime ka pësuar edhe shoferi i veturës, i cili është mjekuar në spitalin Naum Ohridski. Aksidenti rrugor ndodhi midis një automjeti Alfa Romeo me targa italiane të drejtuar nga S.B 47 nga Shkupi me qëndrim të përkohshëm në Shkup dhe një motociklete Kawasaki me targa të Shkupit të drejtuar nga N.M 19 nga fshati Pobozhje, rrethina e Shkupit. Nga plagët e marra në vendin e aksidentit ka ndëruar jetë motociklisti N.M. Mjeku i ndihmës së shpejtë ka konstatuar vdekjen, ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dërguar për obduksion. Aksidenti ndodhi të premte në mesditë në rrugën Radishanska të Shkupit.